Po, është faji juaj. Është faji juaj nëse dëgjoni ato fjalët e hallkut. Është faji juaj nëse bëni atë çfarë u thon të tjerët. Është faji juaj nëse pranoni që vlerat tuaja, dinjitetin dhe moralin tuaj ta përcaktojnë të tjerët. Dhe më vjen shumë keq që dëgjoj pastaj disa gjëra të tjera që thonë nuk i doli dot për zot vetes, gjunaf, si ja than këtë gjë, si ja bëri këtë gjë. Po. Merr një grusht me sheqer, me krip, me dhe, me rër, me çfarë të duash ti, ose me karamele, me çfarë dëshiron. Hidhe në ajër. Dhe ato do shpërndahen. Në momentin që të gjitha këto do shpërndahen, tento tani të t'i rimbledhësh një dhe nga një të vetja jote dhe ti bashkosh përsëri në dorën tënde. A do bashkohen? A do t'i gjesh të gjitha këto grimca? Ja. Sigurisht që asnjëron prej tyre nuk do ta mbledhësh dot. Disa i ka shpërndarera, disa i kanë marrë njerëzit, disa i kanë fshehur për mos t'i dhënë, sepse u vinin na thonë ma dha dhe tani pse duhet ja mbrap. Kështu janë edhe fjalët që fliten për ty. Nëse ti dëgjon diçka për veten tënde dhe nuk e sulmon atë që të thuhet, qoftë sulm publik, qoftë personal, qoftë familjar, në çdo lloj ambienti që ti ndodhesh, ty nuk ka kusht të mbroj. Mos thuaj pastaj pse ma bëri, pse ma tha, qysh ma bën, pse ma bën. Sepse arsyeja që të ndodhen këto je pikërisht ti. Sepse ti nuk di se si të mbrosh veten tënde, nuk di se si ta ruash veten tënde, nuk di se si ta duash veten. Pra askush nuk të do ty. Ne kemi lindur vetëm, do të vdesim vetëm. Kur kemi lindur të tjerët janë kujdesur për ne, të na marrin, na veshin, të na lajnë, të na mësojnë normat, na mësojnë etikën. Disa kanë qeshur, disa na kanë mallkuar, disa na kanë ofenduar kur ne kemi lindur. Jemi rritur. Në kohën që ne jemi bërë sot këta që jemi, disa thonë u bë kjo, kur u bë kjo, kjo s'ka, kjo është e varfër, kur u bë kjo të vishet, kur u bë kjo të sillet mirë. Sot ka mundësira, hapësira për çdo kënd të bëhet. Po, të bëhet. Dhe ka disa njerëz që kanë lek, por nuk janë njerëz. Ti ndoshta nuk i ke këto mundësira për t'ia ofruar vetes, por mund t'jesh njëri shumë i mirë për të mbrojtur vlerat e tua, veten tënde dhe për të treguar që ti vlen. Por që të më tregosh mua që vlen, duhet t'ia tregosh vetes tënde. Nuk është turp të flasësh me vete dhe t'ia thuash vetes tënde sa herë që shef në pasqyrë ti je e mirë. Ti je e bukur. Ti vlen. Pra të gjitha gjërat ja thuash vetes tënde që e kanë lënduar veten tënde, ti mund t'i dalësh dhe të gjitha këto gjëra mund t'i kthesh në forcë. Nuk është frikë të t'i tregosh vetes. Nuk është frikë të t'ia tregosh vetes se sa e do veten. Nuk është frikë të t'ia tregosh vetes tënde se dikush po të paragjykon nëse ti ke një siklet, nëse nuk je bukur, nëse nuk ke bërë një ndërhyrje botokës, nëse nuk ke para. Jo. Mbi të gjitha, ti ke të gjitha të drejtat e tua, si çdo kush për të mbrojtur dhe për ta gëzuar veten tënde. Më vjen shumë keq për disa njerëz që thonë kush më do mua, kush më pranon mua. Kujt i plasë se nuk më duan mua njerëzit? Apo më intereson se nuk më do? Absolutisht. Njerëzit të duan vetëm nëse ti ke pushtet, ke fuqi, ke para dhe ke diçka që atyre u ofron. Njerëzit ose do flasin mirë për ty nëse ti ju ofron diçka dhe nëse nuk ju ofron diçka do të flasin keq. Nëse ti vërtet je njeri me vlera, flet vetë prezenca jote. Nuk ka nevojë të flasë kurkush. Dil para pasqyrës, thuaj vetes tënde se sa e mirë je, kujtoj vetes tënde të gjitha vështirësitë që ke kaluar dhe ato çka po përpiqesh që të bësh. Duaje veten, respekto veten. Askush nuk do të respektoj ty siç kujdesesh ti për veten tënde.